që zoti Kurti na kena mbështet personalisht edhe si medium shumë fuqishëm, sidomos si më thon vite me radhë, pra para se më ardhin pushtet, natyrisht zoti Kurti me ardhin pushtet, unë mendoj që aty ka ndodhi që ajo që i ka ndodhur thoqet edhe krejtëve. Ku tysh pushtet pastaj jeni një grup i njerëzve servilet. Ata të kapin aty dhe masnej s'ka pështim për tyne. S'ka pështim për tyne. A vazhdon të refuzoj të vit në intervistë në emision të këtij? Jo, ka pas me ardhë edhe përzgjedhjet e Institutit Djetorit, thjesht për semi dakord për oraret e gjanat. Okej, të paktën nuk ta pas kam mbyll derën. Jo, do të them, nuk disa media në Kosovë që flasin po flasim për mujt e fundit, për shkak se VV-ja për këtë mandatin qeverisë se ka pas derën e mbyllme, ja ka mbyll këtë mediave të Kosovës. Edhe kjo mul ka bë e ka shkaktuar një dëm të madh. Patjetër, sepse unë mendoj që çdo politikan është i detyruar të jap llogari. Mos në media sidomos është patjetër, mendoj unë. Kjo para, e dyta, zoti Kurti, pra me këtë refuzimin edhe këta njerëz afër tij që sulmojnë vazhdimisht gazetarët, na futën edhe neve, na shndruan edhe neve në agent politik që s'është punë jona. Pra u shndru kjo betejë jonë me të gati si personale, pra kishe fatkeqësisht, pra këta pjesa e këtyre servilëve të pushteteve, pra që njeriu ishte ministër, që është e vërteta. Po pra, njeriu ishte ministër për çdo ditë që të gëstatusa kundër gazetarë. Pra si është e mundshme dikush që e drejton një resor aq të rëndësishëm, nuk merret me punë për çdo ditë gazetarit. Po pra, kështu që edhe u shndrua në një betejë personale që na dëmtoi edhe neve, pra për shkak se na shndroi në agent politik, po themi, pra u shndrua kjo luftë bën të veten. Po, edhe mbi gjitha, Kurti e shkaktoi edhe një diçka, shikoje, si më thonë, shikoje qa flet tash Lumir Abdigjiku kundër mediave, pra tash ai ka arrit edhe me qenë edhe influencer, edhe me influencu edhe njerëz të opozitës kundër mediave. Po, kohën e fundit, sigurisht këtë qasje ka ndryshu, unë mendoj që është mirë që e kanë pranuar që ka qenë gabim, e kanë pranuar presin disa prej Priklaukut të poshtë, e kanë pranuar që ka qenë qasje vetëm një reflektimi elektoral, zgjedhor.